Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrin, të nderuar përfaqësues institucional të komunës së Shtimës, i nderuar ish shefi drejtorisë së arsimit në Shtime zotri Lulzim Sahiti, të nderuar bashkëqytetar të Shtimës, ju mysafir të vendeve të tjera, shumë e respektuara familja Qeriqi, si dhe ju miq e bashkëpunëtor të profesor Ahmet Qeriqit. Mirë se keni ardhur në këtë aktivitet promovues kushtuar profesor Ahmet Qeriqit. Ky organizim tashmë tradicional organizohet nga Forumi i Intelektualëve të Shtimës në kuadër të ditëve të panajirit të librit. Për hapjen e këtij aktiviteti ftoj që të marrë fjalën kryetari i Forumit të Intelektualëve zotrin Banosh Imeri. Të nderuar pjesëmarrës, të respektuar profesor, studius, krijues, veprimtar të kulturës, të arsimit e të çështjes kombëtare, familje nderuar Qeriqi, zonja dhe zotëri. Është nder i veçantë që në emër të Forumit të Intelektualëve të Shtimës dhe në cilësinë e kryetarit të tij, t'ju uroj mirëseardhje në këtë prezë të cilën ja kushtojmë një personaliteti që për dekada ka qenë një zë i qëndrueshëm i historisë sonë kombëtare, profesor Ahmet Qeriqi. Nuk është rastësishme që forumi ynë ka zgjedhur ciklin portrete krijuesish, sepse çdo kom që synon të ndërtojë një kulturë të qëndrueshme nuk mjafton vetëm me kujtimin e ngjarjeve. Ai kujdeset të ruaj edhe kujtesën për njerëzit që me mendimin, krijimtarinë dhe veprimin e tyre u kanë dhënë kuptim atyre ngjarjeve. Historia nuk shkruhet vetëm nga ngjarjet, por edhe nga personalitetet që dinë të kuptojnë, të dokumentojnë dhe t'u transmetojnë fëmijëve dhe rinisë. Në këtë kuptim, profesor Ahmet Qeriqi përfaqëson figurën intelektuale të angazhuar. Ai nuk e ka parë dijen si privilegje, por si përgjegjësi. Nuk e ka trajtuar shkrimin si ushqim estetik, por si mision qytetar. Nuk e ka kuptuar historinë si një rrëfim të largët, por si një amanet që duhet të ruajtur me ndershmëri dhe me përkushtim. Jeta dhe vepra e tij shtrihen në disa fusha një herash, në arsim ku edukoi brezat e tërë me dashurinë për gjuhën shqipe, në letërsi ku fjala artistike, mendimi kritik, mbi gjithmonë i lindur në të vërtetën, e një gazetari ku dokumentimi i ngjarjeve u shndrua në dëshmi të kohës dhe në veprimtarinë kombëtare ku përkushtimi ndaj lirisë dhe identitetit kombëtar nuk është deklarat, por mënyrë jetese. Ka njerëz që jetojnë kohën e tyre edhe ka njerëz që dokumentojnë atë. Profesor Ahmeti i përket të dyjave. Ai është pjesëmarrës dhe një herëzi kronikan i procese transishme që kaloi populli ynë, pikërisht për këtë arsye, krijimtaria e tij nuk mund të lexohet vetëm si letërsi apo publicistik, ajo është edhe një arkiv i kujtesës sonë kombëtare. Sot, në një epokë kur informacioni prodhohet me shpejtësi, kur harresa po ecën po aq shpejt, veprat e njerëzve si Ahmet Qeriqit fiton një rëndësi edhe më të madhe. Ajo na kujton se kujtesa historike nuk ndërtohet mbi improvizime, por mbi dokumente, mbi dëshmi dhe mbi punën këmbgurse të tyre që ndjejnë historinë si detyrim moral të tij. Forumi Intelektualëve të Shtimës e konsideron detyrë të vetën promovimin e personaliteteve që kanë pasuruar kulturën dhe mendimin tonë shqiptar. Duke organizuar këtë rrezë,
Ne nuk synojmë vetëm të shprehim mirënjohje për profesor Ahmetin. Synojmë po ashtu të krijojmë një hapësirë reflektimi për rolin e intelektualit në shoqërinë tonë, për përgjegjësinë e fjalës së shkruar dhe për domosdoshmërinë e ruajtjes së kujtesës sonë historike e kulturore. Një nga mendimet e tij, filozofi francez Ernest Rane, shkruante se një kom jeton jo vetëm nga ajo që kujton, por edhe nga mënyra se si kujton. Pikërisht, kjo është edhe qëllimi i kësaj treze, të kuptojmë me dinjitet, me argumente dhe me respekt një krijues, studiues e veprimtar, puna shumëvjeçare të cilit është bërë pjesë e trashëgimisë tonë shpirtërore. Jam i bindur se kumtesat që do të paraqiten sot do të hedhin dritë mbi dimenzionet e shumta të figurës së profesor Ahmet Qeriçit dhe do të pasurojnë më tej studimin për veprën e tij. Në fund, me lejoni të falenderoj të gjithë ata që kontribuan në organizimin e kësaj treze, kryesinë e forumit, referuesit që kanë përgatitur kumtesat e tyre, dhe secilin prej jush që me praninë e juaj po jepni kuptim kësaj veprimtarie. E falenderojmë shumë Radio Kosovën e Lirë dhe stafin e Bibliotekës së Qytetit. Me dëshirë që kjo trezë të shërbejë si një homazh i denjë për profesor Ahmetin dhe si një nxitje për të vlerësuar më shumë krijuesit tanë, e shpall të hapur trezën portreti i krijuesish, i cili po mbahet për çdo vit me rastin e organizimit tashmë tradicional të panajirit të librit të shtime. Faleminderit shumë. Ju falenderit, zotëri Meri. Tani kalojmë te kumtesat e panelistëve, por paraprakisht në shenjë mirë kuptimi dhe për hir të kohës, los panelistës që të prezantojnë kumtesat e tyre brenda një kohe të përafërt prej 10 minutash. Kështu fillojmë me profesor Abdul Hajredinin, shkrimtar, poet dhe veprimtar, i cili do ta sjellë kumtesën me titullin Portreti krijues i Ahmet Qeriçit. Nderuara familje Qeriçi, përshëndetje për gjithë ju miq, krijues, përfaqësues të pushtetit lokal edhe qendror nëse ka. Përshëndetje për komandantin Halit Jaha dhe të tjerë që kanë plot miq, po ja nëmroj të gjithë dhe emrat. Ju faleminderit për pjesëmarrje në këtë ngjarje kushtuar portreteve krijuese, në këtë rast Ahmet Qeriçit. Portreti krijues i Ahmet Qeriçit. Na kujtohet mirë për kufizimin i sintaksës rilindje kombëtare, e cila definoi kështu: me fjalën rilindje kombëtare kuptojmë luftën për shlem nga Turqia dhe aktivitetin kulturor e letrar që atë e shoqëron. Ishte fjala për periudhën e letërsisë së romantizmit. E ky përkufizim i shkon fort mirë profesorit Ahmet Qeriçi. Pra, e tërë veprimtaria jetësore e tij ishte lufta për shtrim nga Serbia dhe vepra letrare, publicistike e historike që ai e krijoi. Menjëherë do të theksoj edhe orientimin e veprimtarisë së tij aktive si vazhdim i idealistëve të rilindjes kombëtare, si dhe atë krijuese. Pra, Ahmet Qeriçi ishte rilindas modern i përkushtuar për çështjen kombëtare dhe ishte realist në angazhimin e tij praktik dhe kulturor me veprën e tij që la pas. Kur them kështu, mendoj për angazhimin e tij qysh në vitet 70 të shekullit të kaluar
për përhapjen e idesë për shterim, qoftë edhe me luftë shterimtare. Ky aktivitet i kushtoi me burgosje e persekutime nga pushtuesi. Si shumë bashkuas të tij, represioni i burgu nuk e zbrapsi. Përkundrazi, nga persekutimi e burgu, ky doli më i fortë dhe duket sikur u motivua për të vepruar e krijuar vepra më të mira siç do të shihet më vonë. Veprimi i tij vendimtar u duk me kyçjen e drejt për drejt në Ushtrinë Qeverimtare të Kosovës si pjesëmarrës aktiv në fushën e informimit në Radion Kosova e Lirë. Nga veprimtaria e tij letrare, mund të jetohet se Ahmet Qeriqi ishte një erudit i klasit të parë, thjesht intelektual i vërtet. Fushat e dijes, të cilat do të manifestohen në krijimtarinë e tij janë historia, gjuhësia, arkeologjia, folklori, antropologjia, politika dhe mbi të gjitha shkenca e letërsisë. I tërë ky bagazh dijesh do t'ja mundsoj atij që idetë t'i transformoj artistikisht dhe kështu kodi i mesazheve të realizohet estetikisht në mënyrë të përkryer. Me veprën e tij, ëndra për liri shndrohet në kod etik. Dhe ky kod etik është përmbledhës i të gjitha mendimeve e veprimeve që si emërues të përbashkët kanë kodin e ekzistencës së qenies shqiptare. E tërë kjo përmbajtje shpërfaqet në diskursin filozofik, sociologjik e letrar në veprat e tij, të cilat do t'i realizoj pas mbarimit të luftës. Te autorët të ndryshëm shpesh hetohen krijime të cilat përcaktojnë orientimin ideor apo karakterin utilitar të një vepre, apo tërë krijimtarisë së tyre, e që ndryshe cilësohen si krijime programatike. Te Ahmet Qeriqi duket se sikur krejt vepra e tij më tën ta luaj këtë rol. Për nga motivi, ajo shquhet për patriotizëm të mirëfillt, duke u identifikuar edhe si kusht ekzistencial i qenies shqiptare, por edhe si vlerë etike universale. Për nga procedeu, veprat e Qeriqit mund të klasifikohen si publicistike, historike dhe mbi të gjitha letrare. Për fat të keq, e tërë krijimtaria e tij nuk është shqyrtuar nga kritika letrare dhe si pasojë nga historianët e letërsisë nuk i është caktuar vendi meritor në nivelin e krijimtarisë bashkëkohore. Kështu, kjo krijimtari nuk është e njohur nga qarqet akademike si objekt studimi në fakultetet përkatëse e as në nivelin e arsimit të mesëm. Vlen të përmendet se romanet e tij me temë historike meritojnë të krahasohen me shumë vepra të shkrimtarëve shqiptar që tashmë janë në planet mësimore të arsimit në Kosovë e në Shqipëri. Nga veprat publicistike shquhet seria e shkrimeve për luftën e Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës, Fenekset e Lirisë, e botuar në 19 pjesë. Këto shkrime në një farë mënyre mund të konsiderohen edhe si enciklopedia e Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës. Ahmet Qeriqi ka qenë artist i vërtet. Në kushtet e pushtimit, kur atij nuk i lejohej ta ushtronte detyrën e mësuesit të letërsisë, u detyrua të punonte si mjeshte i zyrtarisë. E kam parë me sytë e mi njëherë se si bënte gëdhendjen e druit. Më dukej sikur drui ndjente kënaqësi, më thoja, që kishte rënë në dorën e tij. Por, mbi të gjitha, ai ishte artist i fjalës. Ja një fragment i prozës së tij letrare. Koha e zgjimit në burg hetohet me përplasje dyrsh, me haprimin e kputcëve të gardianëve në për korridor dhe me përshëndetjen e zakonshme të burgosurve përmes mureve. Kërkesa Republikë Kushtetut, ja me haltër, ja me luftë, ishte pjestuar me ritmikën e rrokjeve e cila shprehej përmes trokitjeve ritmike në përmure, pothuajse në të gjitha qelitë e burgut. Alfabeti i ri i Morzeut, i shpikur nga rinia militante shqiptare e marsit dhe prillit të vitit 1981, ishte një demonstrim i llojit të vet, të cilën më kot ishin munduar ta ndalonin gardianët. Trokitja e tillë ritmike e ndarë në rrokje fjalësh shërbente edhe në rast se ndokush kërkonte ndonjë shërbim nga gardianët e burgut.
të cilët tani më detyrueshëm ishin mësuar të adoronin imponimin unanim të burgosëve. Nga Romani, Burgu, faqe 13. Ahmet Qeriqi ka qenë modest, madje tepër modest. Autori i këtij shkrimi ka tentuar 2 herë ta promovojë nga Drejtoria për Arsim e Kulturën e Shtimit këtë krijues meritor para opinionit. Një herë për t'ia promovuar romanin Burgu dhe herën tjetër për t'ia dhënë çmimin Pena e Artë për krijimtari letrare. Asnjëra nuk e ka pranuar nga modestia dhe nga qëndrimi i tij personal për të mos u dukur i madh para popullit, për të cilin bëri dhe dha gjithçka që mundi dhe që kishte. Po, cili është opusi i krijimtarisë Ahmet Qeriqit? Po i paraqisim në këtë shënim të shkurtër. Në 1. Varri i Nizamit, tregime 1978, meditime në Arati, memoare 2002. Në gjurmim të lashtësisë, studim, botuar në 2002, Milush Kopilici, vepër historike, 2003. Burgu, roman, 2004. Masakra e Qakut, krim kundër njerëzimit, bashkautor, botuar me 2004. Fenomene shqiptare, studim, 2005. Luftëtar të NDSH-s, 1945-1950, studim, 2016. Krojmiri, monografi, 2007. Koha e inicialve, roman, 2009. Gjurmime e studime arkeologjike, folklorike, onomastike, gjuhësore e tjera, 2011. Trandafili i bardh, përkthim romane nga hungarisja nga Jokaj Mor, 2013. Qerimtar e mercenar, memoare kritik socio-historike, 2015. Janos Bajcinca me bit, monografi, 2018. Zëri Liris, memoare, 2019. Sadre Sahet Qahani, monografi, 2019. Lani i Janinës, përkthim romanin nga Jokaj Mor, 2019, nga hungarisja. Guri i betimit, roman, kronik historiko-letrare, 2020, përkthye edhe në gjuhën gjermane. Medreseja e ulët e mesme shqiptare Prishtinës, monografi 2021. Mulla Sherifi i Kizharekës, monografi 2022. Betimi i motrës, roman 2022. Saga e Malmirit, monografi historiko-letrare 2025. Vegimtari, roman 2026. Veprat në dërshkrim, kthimi, roman pjesa e 3 e trilogjisë nga Aratia dhe Burgu. Fenomeni besës shqiptare, në përshekuj, kënga e popullit, Varri i Nizamit, verzioni zgjeruar, Tal Shema dhe Jani Qupi, kronik lufte 1 dhe 2, pema e jetës e papërfunduar. Vepra tjera, Feniksit e Liris, monografi, bashkautor 19 vëllime. Studime gjurmime 10 vëllime botuar nga Kosova e Lirë. 10 gjurmime recension në përshtypjen e kohës, që do të thonë mbi 30 vepra të botuara dhe të lëna në dërshkrim nga Ahmet Qeriqi, do të thonë vepra voluminoze. Për arsye, para së gjithashtë të vlerave ideoestetike dhe pse jo edhe meritave të sakrificave për atë dheun, vepra e Ahmet Qeriqit duhet të studiohet, të vlerësohet dhe të jepet vendi i merituar në historinë e letërsisë shqiptare. Dhe në fund të këtij vështrimi të shkurtër për portretin krijues të Ahmet Qeriqit, me rastin e kalimit në Amshem vitin e kaluar, nga dhembja dhe nga konsideratat që kam për të si njeri dhe si krijues, ja kushtova një poezi të cilën po a lexoj. Iku Ahmet Qeriqi. Shumë dhembje ka dhembje toka dhe qielli, njeriu, lapsi dhe letra kanë dhembje për njerin e tyre. Ai erdhi, e pa, e sodha, pat ngren pak buk atë dheju, pat ngren helm e burg pushtuesi, për veten, për fëmijët dhe për ne, që të mos turpëroj historia dhe iku. Iku e asgjë s'kërkoi as mori, veç pak liri për vete, i dha të gjitha për atë dheun, që farë e mirë në artë e mbilët, e bima shqip e lirë të rritet. Përjetësisht respekt dhe letërloj emri i Ahmet Qeriqi në letrat të shqipe. Ju falenderoj.
Ju faleminderit, profesor. Tani ftoj profesor Dr. Sabit Sylën, historian dhe studiues i njohur, I cili do të paraqes kuptesën mbi jetën dhe veprimtarinë e profesor Ahmet Çeliçit, duke ndriçuar kontributin e tij në fushën e arsimit, publicistikës dhe çështjes kombëtare. Faleminderit. Nderuar familja Çeliçi, nderuar general zotri Sadik Haletjaha, nderuar zotri Gani Krasniqi, veprimtari I çështjes kombëtare, nderuar kryetari I forumit të intelektualëve të shtimit zotri Banosh Shimeri, të nderuar zonja dhe zotrinja. Ahmet Çeliçi u lind në dhjetorin e vitit 1946 në fshatin Krojmir të Drenicës, ku dhe kreu shkollën fillore. Rriten nga një familje me tradita adhëtare. Ishte Nipi Hoxh Emin Miftar Shemes, një kundërshtar I regjimit jugosllav dhe I kadri bebes luftëtar për Shqipërinë etnike, kryetari I komunës Lipjanit në vitin 1941, I përshkatuar nga forcat partizane jugoslave në përfundim të luftës së dytë botërore, konkretisht në vitin 1947. Shkollën 8 vjeçare dhe Kolegjin Fetar Islam I kreu në medresen Alaudin në Prishtinë. Në vitin e tretë të medreses, me 6 nëntor të vitit 1965 u arrestua dhe u dënua me 2 muaj burg për propagandë armiqësore, së bashku me disa medresistë të tjerë. Si pasojë, u përjashtua nga medreseja pa të drejtë regjistrimi në institucione të ngjashme fetare të kohës. Dënimi në vujtin e burgun e Prishtinës gjatë muajve nëntor dhjetor të vitit 1966. Më pas se gjatë viteve 1967-1969 në kreu shërbimin ushtarak në Kroaci, ndërkohë në vitin 1969-1970 u regjistruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës dhe nga gjullë letërsi, të cilën e përfundoi në vitin 1973. Nga ky vit deri me 1981 punoi si profesor I gjuhës shqipe dhe latine në Ferizaj, VT, Akademinë Pedagogjike dhe Shkollën Teknike të Prishtinës. Po ashtu përfundoi studimet të shkallës së tretë në gjuhë dhe letërsi shqipe. Në maj të vitit 1975 së bashku me disa bashkëveprimtarë tjerë udhtoi për në Bullgari, ku në ambasadën e Shqipërisë në Sofje u furnizua me literaturë kombëtare, literaturë I cila ishte në Kosovë këtu e ndaluar. Gjatë kthimit në Kosovë, ai u arrestua dhe pas një procesi u dënua me 2 muaj burg për mbajtje pa leje, të cilin e mbajti në burgun e Ferizajt në nëntor të vitit 1975. Në tetor të vitit 1979, ndërkohë pas një bastisje që u bë shtëpisë së tij, ju gjetën shkrime në përmbajtje kombëtare, për të cilat u dënua fillimisht me 6 muaj burg. Ndërsa pas ankesës së prokurorit, dënimi u rrit në 1 vit e 6 muaj burg. Ahmet Çeliçi, në vitin 1976 ishte bashkëthemelues I organizatës për çlirim dhe bashkim kombëtar në Shkup, ndërsa nga viti 1978 ka punuar dhe vepruar në platformën e lëvizjes kombëtare shqiptare, duke shpërndarë literaturë dhe punuar për bashkimin e tokave shqiptare. Në vitin 1981, kur dhe fillojnë demonstratat e pranverës studentore, Ahmet Çeliçi ishte pjesëmarrës aktiv në ato demonstrata, ku siç e dim, pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme që ndodhi pothuajse në gjithë territorin e Kosovës, profesor Çeliçi u strehua në Krojmir deri në maj të vitit 1982, kur edhe u arrestua. Në shkurt të vitit 1983 u dënua me 8 vjet burg, së bashku me 24 veprimtarë të tjerë, për propagandë të kohës si quaj propagandë armiqësore. Dënimin e vuajti në burgjet e Prishtinës, Gjyrakocit, Smrekonicës, Suboticës dhe Novi
Novi Sadit, ku ju nështrua torturave të rënda. Dhe pas lirimit nga burgu ju ndalua përsëri puna në arsim për disa vite me radhë. Nga vitin 1988 deri me 1997 do të punohen në zbrukëtari, bujqësi dhe ndërtimtari. Ndërkohë, në vitet 90-ta do fillon aktivitetin e tij adhëtar, ku dhe me fillimin e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës u angazhua drejt për drejt në organizimin e kësaj lufte të lavdishme, ku fillimisht profesor Qeriçi ishte në pikën e Krojmirit. Dhe gjatë luftës, i cili mori pjesë me armë dorë së bashku disa antarë të tjerë rreth të ngushtë të gjerë Qeriçit, arriti që të dokumentoj edhe zhvillimet në dorëshkrimin kronik lufte 1 dhe 2, që përfshinin mbi 400 ditë të zhvillimeve të luftimeve këtu. Ndërkohë, me vendimin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, në nëntorin e vitit 1998, kur është koha e kthesës madhe të UÇK-s, pikërisht në shumë aspekte të krijimeve të nënzonave dhe të brigadave dhe çështjeve tjera, profesor Qeriçi në atë kohë në nëntorin e vitit 1998 është emëruar edhe përgjegjës kryesor i radios Kosova e Lirë, e cila ka transmetuar nga malet e Berishës deri në qershorin e vitit 1999, duke qenë një nga zërat kryesor të informimit gjatë luftës. Pas çlirimit nga kurriku i vitit 1999, mori drejtimin e radios Kosova e Lirë në Prishtinë. Në kushte të vështira financiare teknike, pa asnjë lloj përkrahjeje institucionale, arriti të ruaj transmetimin dhe ta konsolidoj radion si medium pavarur në shërbim të informimit publik. Në shkurt të vitit 2001, së bashku me Hilmi Ramadanin dhe Valdet Hotin, arrin që të depërtojnë në zonat e luftës së ushtrisë shqiptare për Preshevë, Medveq dhe Bujanovc, dhe të vendos teknikën e radios Zëri i Lirisë në malet afër Konçulit, duke dërguar atje edhe transmetuesin e parë të radios Kosova e Lirë. Kjo radio funksionoi për rreth 2 muaj, duke shërbyer si burimi informimi në rrethana lufte. Dhe në maj të vitit 2001, së bashku me veprimtarë tjerë, themeloi redaksin dëshmorët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe inicion projektin monografik Feniks e Lirisë, ku botua vëllimi i parë me emrat dhe të dhënat e dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Gjatë drejtimit të tij, Radio Kosova Lirë ruajti misionin e saj si medium shërbim të vlerave të lirisë, kujtesës historike dhe interesit publik, duke mbajtur edhe qëndrim kritik ndaj dukurive negative të shoqërisë. Në vitin 2016, së bashku me simbolin e rezistencës sonë kombëtare Adem Demaçin, arrin që të themeloj televizionin Dielli me program kombëtar, edukativ dhe kulturor. Profesor Qeriçi realizoi dhjetra dokumentar për dëshmorët e kombit, personalitetit shqiptar, për gjenocidin serb në Kosovë, si dhe emisione edukative me vlera kulturore. Ishte autor i 25 veprave letrare dhe historike, përfshirë romane, kronika, letrare historike dhe studime. Gjithashtu, ishte bashkautor dhe redaktor në 19 vëllime të monografisë Feniks e Lirisë, si dhe autori 10 vëllime me studime, hulumtime dhe artikuj publicistik, të botuar ndër vitin në radion Kosova Lirë, në gazetat Jeta e Re, Rilindja, Bujko, Zëri Kosovë, Zëri Lirisë dhe në revistat e tjera kombëtare. Ahmet Qeriçi ndroi jetë me 7 mars të vitit 2025, pikërisht në ditën më simbolike të epopesë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ditës së mësuesit. Por ai la pas një trashëgimi të gjerë letrare, historike e kombëtare, të ndërtuar mbi përkushtimin ndaj lirisë, arsimit dhe kombit, e cila do të mbetet pjesë e kujtesës sonë kolektive. Lavdi jetës dhe veprës së tij. Ju faleminderit shumë.
Ju falenderit, profesor i nderuar. Tani vazhdojmë me kumtesën Rrugtimi jetësor i Ahmet Qeriqit me fokus në angazhimin e tij në UÇK, të cilën ai sjell profesor Rushdeja Shari, studiues, veprimtar, veteran i arsimit dhe i luftës së UÇK-s. Nderuara familje Qeriqi, nderuara familje Gega, Lotrovci, nderuar General Sadik Haletjaha, nderuara Lazërmishje Sabit Mphalde Syl Qeriqi, bashkë veprimtar dhe koleg luftës me Ahmetin, Zoti Muhamet Shamolli, Gani Krasniqi, Sabit Jaha, Zoti Ahmeti, Ezet Saidi, gjithë ju pranishëm tjerë, Halil me bashkëtorët e Panajirit Librit, Nazme Mullajis, gjithë pranishëm këtu. Sot e bëni madhështore këtë aktivitet, bashkë me profesus komunal, të një njeriu të mesit tonë, që në kumtesën tim unë e kam titullu si specialist dhe doktor i testamenteve të epokës së rezistencës dhe luftës për liri. Në historinë e popullit shqiptar ekzistojnë figura që nuk monten vetëm me profesionin që ushtruan, me librat që botuan, apo me funksionet që mbajtën. Ka njerëz që bëhen pjesë e historisë dhe e pavdeksisë. Të këtillët, jetën e tyre e ndërtuan mbi barën e rëndë të përgjegjësisë kombëtare. Fatin e tyre e lidhen me fatin e popullit që i takon. Biografia e tij nuk është historia e thjeshtë e një intelektuali, por tregim i një njeriu që jetoi në të gjitha etapat më të rëndësishme të rezistencës sonë, që nga veprimtaria ilegale, organizimi i luftës çlirimtare, drejtimi i medias luftës Kosovë, deri te dokumentimi monumental e themeltar i historisë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe sakrificës së dëshmorëve. Emri i profesor Ahmet Qeriqit nuk lidhet vetëm me gazetarinë apo vetëm me letërsinë. Ai lidhet me një mision jetësor në mbrojtjen e së vërtetës, në kohën kur e vërteta rrezikohej të shuhej bashkë me jetët e njerëzve, kur rrezikohej edhe qenia jonë kombëtare. Që nga mësimi i shkronjave të para dhe kuvendimin e odat e Kryemirit, në rininë e hershme ai u formsua në frymën e idealit kombëtar, në kohën kur mendimi për liri konsiderohej krim nga pushteti jugosllav, kur secila kërkesë për republike pavarësi sipas tyre ishte antishqiptare. Ky është brezi që trashëgoi amanetin e organizatave ilegale shqiptare, amaneti trashëguar edhe nga dajallarët endeshëist, Kadri e Salih Reza të Ribarit, i ngjizur thellë në familjen e Ali Qeriqit në Kryemir, ku pas luftës së dytë botërore rilindi përsëri ideja e çlirimit dhe bashkimit kombëtar. Kjo frym e formsoi njeriu largpams, të urtë, të vendosur, të ditur, sakrifikues e vizionar me misionin se si punohet dhe jetohet për atë. Ahmet Qeriqi duke e vendosur doktrinën e rezistencës nga një zgjidhje politike në një detyrim moral e luftarak ndaj historisë së popullit tonë nga dishullin ilirik. Ahmeti nuk i takonte njeriu fjalamant të tribunave të zhurshme e deklaratave të bujshme me retorika boshe dhe të thata. Veprimtaria e tij zhvillohej në heshtje, godiste si presat e rënda në formsimin e jetës kombëtare. Aty ku ndërtoheshin lidhjet ilegale, ku organizoheshin njerëzit dhe ku mbillej besimi se liria nuk vinte si dhuratë, por fitohej me sakrificë.
sepse Serbia e njihte vetëm gjuhën e forcës. Në vitet kur shumica e shqiptarëve jetonin në frikën e përditshme të represionit serb, Ahmet Qeriqi mbante kontakte me veprimtarë të shumtë të lëvizjes kombëtare, duke bërë pjesë e rrjetit që përgatiste terrenin për organizimin e rezistencës armatosur. Një lëvizje e këtillë tashmë kishte depërtuar edhe në mes nesh, edhe përmes forumit të intelektualëve të shtimës, qysh në fillim të luftës në vitin 1977, ku e kemi pas ideatorin kryesor të forumit, themelimit forumit intelektual në prag luftës. Përveç angazhimit praktik në mesin e zhvillimeve luftarake kundër okupatorit serb, ai vazhdoi të shkruante, të studionte dhe të dokumentonte çdo zhvillim, duke krijuar një kulturë të rrallë të rujtjes kujtesës, ku më vonë do të bëhej themeli vepra të tij monumentale, si përmendore jetësore që i dhan pavdekësinë Ahmet Qeriqit, duke e lënë amanetin për brezat pas nesh, se si duhej punuar, pa u ndalur, qofshim edhe me shëndet të rënuar, ashtu si që punoi Ahmeti. Viti 1997 shënon një kthesë vendimtare në jetën e tij. Përderisa regjimi serb e shtonte terrorin ndaj shqiptarëve, kur grupet e para të ushtrisë shërimtare të Kosovës po i shpeshtonin aksionet, Ahmeti ishte ndër ata që nuk priste zhvillime nga larg, por u përfshin drejt për drejt në organizimin e tyre. Krojmiri, një vend që hartat e zakonshme mund duke si një fshat i zakonshëm, u shndru në një pikë strategjike të organizimit luftës. Takimet e afërta i mbante me Sylen, Elezin, Shaqir Zenelin, Nezir Myrtën, Jet Hasanin dhe shumë veprimtarë të tjerë të mesit ton, nuk ishte thjesht mbledhje mes miqësh. Ato ishin gurt e parë të një lufte që do të ndryshonte përgjithmonë historinë e Kosovës. Kulmi i këtij angazhimi erdhi në fillimin e luftës së hapur të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Masakra Prekazit dhe rënja heroike e komandantit legjendar Adem Jasharit shënun fundin e iluzioneve se liria mund të arrihej pa sakrificë. Dhe një ditë caktuar, të hënën e parë, pas 7 marsit të masakrës në Prekaz, qëndreshës heroike të Adem Jasharit, pasi trokiti podit me këmbë, në dhomën e tij të punës në shtime, hyni Arbona, nuk më kujtohet saktë se cila Arbona Rezortha cila ka qenë saktë atë ditë, na i solli çajat dhe doli nga dhoma. Ahmeti ma tha qëndrimin e tij, se ka fundi javës, unë i bashkangjitem ushtrisë shërimtare të Kosovës. E kam një besim të plot tek ju. Dhe pa hezitim, vendimi ishte i imi pohus, se pas përmbylljes së hershme të notave, do t'ju bashkangjitem me tërë kapacitetet e mia. Për Ahmet Qeriqin, për shumë veprimtarë të brezit të tij, ato ditë nuk ishin vetëm një tronditje kombëtare, ato ishin një thirrje për përgjegjësi të madhe. Krojmiri ishte me fat që e kishte Ahmet Qeriqin. Ishte me fat, jo veç Krojmiri, ushtria shërimtare në Krojmir, e cila u shndru në strumbullor unifikimi për të gjitha moshat. Ishte me fat Kosova, që në male po punoj dhe po kalitej praktikisht ideja e lirisë dhe çlirimit tonë. Ishim ne me shumë fat, ku këtë ide e mësim ta përcjellim në zona tjera të luftës për mbështetje e unifikim rreth të shenjtës ushtri çlirimtare, vullnetare për çlirimin e Kosovës sonë të robëruar me shekuj. Ndryshe nga shumë të tjerë, ai e mori në dorë armën edhe lapsin, fletoren edhe mikrofonin. Ai e kupton se lufta zhvillohej në 2 fronte, në vijën e zjarrit dhe në vijën e të vërtetës dhe të informatës. Një popull që nuk i jep jehon luftës vetë, rrezikon ta humbas atë në kujtesën e brezave. Ky dokumentim i trashëgimisë do ta çonte drejt krijimit, do ta çonte Ahmetin, do konte drejt krijimit të institucionit transition mediatik të luftës Radio Kosova e Lirë, që pak më gjatë foli kolegu ynë Sadiki. Kur shtabi përgjithshëm i ushtrisë shërimtare të Kosovës vendosi themelimin e Radios Kosova e Lirë në fund vitit 98, zgjedhja e Ahmet Qeriqit si përgjegjës i saj nuk ishte rastësi. Kjo detyrë kërkonte aftësi gazetarie, kërkonte guzim, kërkonte besueshmëri, kërkonte dhe përvojë organizative dhe përkushtim të pakushtuar për çështjen kombëtare. Ai e mori këtë barë në një kohë kur transmetimin një lajmi
mund kushtonte me jetën, por mund kushtonte edhe me jetën e kolegëve të tij. Me 4 janar të 99-s në malet e Berishës filloi zëri i lirisë, që do të bëjë fryma ushtrisë shërimtare të Kosovës. Tani jehone e pushve të lirisë depërtonte në terr në të 4 anë të globit. Radio Kosova e Lirë nuk ishte vetëm një medium informimi, ajo ishte zëri i popullit, që luftonte për ekzistencën e vet. Në kohën kur propaganda serbe përpiqej ta mbysë të vërtetën dhe kur shumica e media ndërkombëtare nuk kishin mundësi të raportonin nga Kosova, Radio Kosova e Lirë, së bashku me reporterët e luftës son dhe Kosova Presin, mbeti dritarja e vetme ku bota e shihte dhe ndiqte realitetin e luftës. Çdo emision ishte një sfidë dhe betejë fitume ndaj makinerisë propagandistike të regjimit Miloševićit. Për profesor Ahmetin, drejtimi i kësaj radioje nuk ishte privilegj, ishte betejë me përgjegjësi. Ai nuk u ndal as kur bombat e sulmonin Selin, as kur avionët serb godisnin pozicionet e radios, as kur ekipa transmetuese detyrohej të zhvendosej nga një pozicion në pozicionin tjetër, nga një bunker në bunkerin tjetër, vetëm për të mbijetuar stafi dhe informata. Historinë e luftrave shërimtare rrallëherë ndodhet që një medium informativ të bëhet njëkohësisht institucion ushtarak, tribun politike, arkiv i historisë dhe strej shpirtërore një populli. Radio Kosova e Lirë në drejtimin e Ahmet Qeriçit e përmbushi pikërisht të mision. Ajo nuk raportonte vetëm për zhvillimet në front, ajo jepte zemrë luftarëve në vijat e para, shpresë familjeve shpërngurur dhe besim qindra mia e miliona shqiptarëve që prisnin me ankth një lajm nga vendlindja. Në valët e saj nuk dëgjoi vetëm kronika beteja, por rrite pulsi një kombi që kishte vendosur të jetonte i lirë. Përmes kësaj radioje lëviznin akrepat e mbar kombëtare të orës mbar kombëtare shqiptarisë. Në asnjë rrethon, edhe me sakrificën e jetës, Ahmet Qeriçi nuk e lejoi emocionin ta zaventësonte me përgjegjësi profesionale. Radio Kosova e Lirë ndërtoi një sistem informativ që mbulonte zhvillimin në gjitha frontet e luftës, edhe jashtë zonave të kontrollit të UÇK-s. Raportonte dhe merrte informacione nga terreni. Kështu që Wesley Clark, po e citoj Wesley Clarkin, për intervenimin e NATO-s në librin e tij të bësh luftë moderne thotë se kjo ishte luftë e medias dhe e diplomacisë, njëkohësisht edhe teknologjisë. Ahmeti e dinte se në luftën tonë vullnetare e posedonim tani informimin dhe diplomacinë. Kurse në vend të teknologjisë luftarake që kishim modeste, nuk kishim kishim moralin dhe vendosmërinë të vdesim për liri dhe për shlirim. Kjo ishte teknologjia jonë, më e madhe. Kontributi i Ahmet Qeriçit nuk përfundon me mbarimin e luftës, për shumë pjesëmarrës lufte. Përfundimi i saj ishte fundi i misionit. Për të ishte vetëm fillimi i një betejë të re, ndoshta po aq rëndësishme apo më të rëndësishme, betejë kundër harresës dhe abuzimeve me vlerat e lirisë. Ai e kuptoi se një kom mund ta fitojë luftën në fushën e betejës, por ta humbos atë nëse nuk arrihet të ruhet në kujtesën e popullit. Pikërisht për këtë arsye, ai ja kushtoi dekadat e pas luftës dokumentimit sistematik të historisë së ushtrisë shërimtare të Kosovës, duke mbledhur dëshmi, fotografi, intervista, materiale që përndryshe do të ishin zhdukur përgjithmonë. Ahmeti nuk e shkroi historinë duke u mbështetur vetëm dokumente arkivore. Ai ishte dëshmitari i saj. Kjo e spikat arsyen pse vepra e tij ka autenticitet rrallë. Në veprat e Qeriçit nuk gjen vetëm analiza apo përshkrime, por aty gjendet frymëmarrja e kohës, ankthi i luftës, zërat e luftarëve, pushtë e lirisë, heshtja dëshmore dhe pesha morale e secilit vendim që merren në ato ditë vendimtare për Kosovën. Në krijimtarinë publicistike bie në syni i parë që e dallon nga shumë autorë tjerë. Ai nuk shkruan për ta zbukuruar historinë, por për ta dokumentuar atë. Librat e tij mungon retorika boshe, egzagerimet, stilizimet abstrakte e tjerë. Në vend të tyre, aty e gjejmë faktin
e gjejmë dëshminë dhe argumentin, duke u mbështetur gjithmonë mbi të vërtetën historike. Pra, kjo është arsyeja pse vepra e Ahmet Qeriçit nuk kanë vetëm vlerë letrare, ato kanë edhe vlerë burimore për studiuesit, historianët dhe ata që kërkojnë të kuptojnë çfarë ndodhi në Kosovë gjatë viteve të luftës. Më do me thonë se këti misioni është vepra monumentale Feniks e Lirisë që u përmend nga kolegët Shkarazi, ku redaksioni e këtij libri e nisi me figurat kyçe të luftës nga të gjitha zonat, duke e pasur në mesnesh edhe ikonën e kombit Adem Demosin. Ky libër zë vend të veçantë në krijimtarinë e autorit dhe historiografinë shqiptare, e cila nuk mund të përkufizohet si një monografi për dëshmorët e 3 luftrash shërimtare, por është një enciklopedi e sakrificës shqiptare. Është arkiv i kujtesës kombëtare dhe monument i shkruar, paguar e pa bronz, por me dokumente, dëshmi dhe jetë njerëzish që u flirun për lirinë e Kosovës, edhe pa mbështetjen adekuate. Ahmeti këtë projekt shumë dhimbsh do ta korrizonte më vonë me sukses. Feniks e Lirisë përfaqësojnë monumentin e madh kushtuar dëshmorëve, ndërsa masakra e Rëçakut, krim kundër njerëzimit, përfaqëson veprën më të fuqishme dokumentare që trajton një plagë më të madhe të ndërgjegjës njerëzore në fundin e shekullit 20. Masakra e Rëçakut nuk ishte vetëm tragjedi shqiptare. Ajo bën referencë që ndryshoi rrjedhën e historisë së Kosovës dhe ndërgjegjësoi botën demokratike për mosat e krimit të gjenocidit. Gjatë shkrimit të librit Masakra e Rëçakut në 2004 dhe ribotimit në 2017, si dhe botimit në gjuhën angleze, isha i nderuar së bashku me luftëtarën që sot nuk jeton, Fetneta Ramosën, dhe bashkëautor tjerë të botimit të parë, ta kemi redaktor Ahmet Qeriçin, i cili me pasion dhe largpamësi e profesionalizëm i sistemoi materialet ku nuk u shkrua si kronike zakonshme, historike, por si një akt akuz e argumentume kundër barbarisë shtetërore sërbe, me fakte, dokumente, dëshmi, fotografi e deklarata që e bëjnë këtë vepër një burim të pazavendshëm të për studiuesit, ku vlera e librit nuk qëndron vetëm te dokumentimi i krimit. Mënyra e shkrimit dhe redaktimi ndërtohen mbi rrëfimin historik dhe mbi dinjitetin e viktimës. Pikërisht ky dimension njerëzor e bën librin të tejkaloj kufit e publicistikës dhe të merr karakterin e një dëshmie morale e gjyqësore për njerëzimin. Ahmet Qeriçi nuk shkruan vetëm për atë që ndodhi me 15 janar. Ai shkruan kundër arresës, kundër amnistisë së të keqes, kundër përpjekteve për ta deformuar të vërtetën historike. Ai për figurat e shumta me peshë historike dhe kombëtare me mjeshtri të rrallë u bë autor i shumë filma dokumentar, në mesin e të cilëve edhe filmi dokumentar Saga e Rëçakut. Ai nuk ishte autor i shkrimeve për jehon të çastit. Ai udhëhiqej me bindjen se një ditë kur dëshmitarët mos jenë më, librat, recensionet, filmat e tjerë do të mbeten dëshmitarët e vetëm të së vërtetës. Prandaj çdo dokument i ruajtur, çdo intervistë e realizuar, çdo biografi që ka përgatitur dhe ka shkruar përbën një gur në ndërtimin e kujtesës sonë kolektive. Biografia e profesor Qeriçit është ndër më të pasurat në publicistikën shqiptare bashkëkohore, ku përfshin studime historike, monografi, kronika lufte, ese, publicistik, analiza politike, përkthime e qindra shkrime kushtuar historisë kombëtare. Pavarësisht shumëllojshmërisë tematike, në qendër të gjithë kësaj krijimtarie qëndron një bosht i vetëm. Cili është ai bosht? Është liria e Kosovës dhe dinjiteti i kombit tonë. Ky është filli që lidh çdo libër dhe çdo artikull dhe çdo studim të Ahmet Qeriçit. Në veprat e Ahmet Qeriçit nuk shkruan ngjarje historisë sonë nga distanca. Ai është pjesë organike e saj. Ai shkruan si dëshmitar, si pjesëmarrës dhe studiues njëkohësisht. Ky kombinim e bën krijimtarinë e tij të veçantë në njëra anë dhe rigorizitetin dokumentar, kurse në anën tjetër ndjeshmërinë njerëzore. Duke ditur se Ahmeti nuk ndërtoi këtë trashëgimi nga qetësia bibliotekave dhe komoditeti akademik e përkrahja politike shtetërore, ai e fiton një dimension të jashtëzakonshëm ku në pjesë konsiderueshme veprës së tij lindi në ilegalitet në burg,
në kushte lufte, në male, në bunker, në zhurmën e granatimeve, ndërkohë që në rrethonat e instiktit njerëzor është veç mbijetesa në ato rrethona. E jo shkrimi. Megjithatë, ai vazhdoi të mbante shënime, të ruante dokumente dhe të mendonte për historinë që duhej t'u lihej brezave. Ky është dallimi mes tij dhe shumë autorëve tjerë. Përderisa luftarët e UÇK-s u sakrifikuan për liri përmes anëve, Ahmeti e mbrojti kujtesën e saj me fjalë. Ky mision vazhdoi deri në ikjen e tij në Amshim vitin e kaluar që kemi mesin tonë. Është vështirë ta përkufizosh Ahmet Qeriçin me një profesion vetëm. Ai është profesor, publicist, studiues, gazetar, shkrimtar, veprimtar i çështjes kombëtare mbi të gjitha. Ai është një enciklopedi e kujtesës historike në kohën kur historia shpesh bëhet objekt interpretimesh politike. Ai zgjedhi rrugën më të vështirë të shërbej faktit e jo lakmisën e nështrimit. Kjo është arsyeja pse rrugtimi jetësor dhe vepra sublime e ndërtuar me shembullin personal të sakrificës, si edhe të sakrificës familjes, ka rëndësi për edukimin e brezave të sotëm dhe të ardhshëm të kombit tonë. E tërëmtaria librare Ahmet Qeriçit është referencë për historianët, për studiuesit brenda hapësirës tonë shqipforce, por edhe ndërkombëtare, ndërsa brezat e rinj do ta gjejnë këto libra jo vetëm në informacion, por edhe përgjigjen pyetje themelore. Si u fitu liria e Kosovës? Kush e ruajti kujtesën dhe sa e si u kundërshtuan keq përdorësit e vlerave të lirisë. Në fund, mund të thuhet se jeta profesor Qeriçit përbën një rrëfim të rrallë, ku mendimi, veprimi dhe krijimtaria ecin në të njëjtin rrugë. Ai nuk shkroi për idealin, por e jetoi atë. Nuk jetoi për idealin, por e dokumentoi në praktikë atë. Nuk jetoi për t'u pasuruar, por edhe para të burgut i vendosi themelet e kauzës, se kauzës për ndryshimin e rrugës tonë kombëtare në televizionin Dielli dhe në Radio Kosovën e Lirë. Ky unison i rrugtimit jetësor përmes veprës së shkruar bën figurën Ahmet Qeriçit të zë vend veçantë në historinë bashkëkohore shqiptare. Në kohën kur luftarët shkruanin historinë në frontet e luftës, ai e shkruante atë në faqet editorëve, në valët e radios dhe më vonë në 10 vepra që sot e përbëjnë një nga fundet më të pasura dokumentare të luftës tonë çlirimtare të Kosovës. Për këtë arsye, emri profesor Ahmet Qeriçit nuk i përket vetëm historisë e gazetarisë, publicistikës apo letërsisë. Ai përket historisë një kombi, i cili me përkushtim, guzim dhe veprën e tij dëshmoi se liria nuk fitohet vetëm fush betejë. Ajo mbijeton vetëm atëherë kur ruhet në kujtesën e brezave pas nesh. Theksoj se dëshira e madhe shumë shokëve televizjes ishte që për zhallit profesor Ahmetit ta organizonim një orë të madhe të mëtarisë së tij jetësore. Por pas bisedës me te, ai nuk na lejoi. Por sikurse Adem Demoqe që për zhalli nuk na e dha miratimin e ndërtimit një busti të tillë për zhallin. Kështu që unë dhe kolegu ynë, që është afër nesh, profesor doktor Sabit Sylla, antar të redaksisë të fjalorit enciklopedik të zërat luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pranë Akademisë Shkencave të Arteve të Kosovës, nuk e morëm miratimin e Ahmetit që ta radhisim në zërat e mëdhej të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me arsyetimin se ishte në favorin e një ideje të shkrimit të një enciklopedie të veçantë për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kjo ishte ideja e tij. Gjithashtu, Ahmeti e shprehi mospajtimin me shkrimet e tij me rastin e themelimit të gjykatës speciale asimetrike të Kosovës, që po i gjykon tani pristan të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu, në fillim të vitit 2011, e mbështeti fuqimisht idenë tonë dhe të organizatës veteranëve të luftës. Atëherë e kemi pas Safet Syllin që është prezent të kryetar të organizatës, në shtime të organizimit të një tryeze antidikmart, të mbajtur në rrethak dhe jo të përfillur nga institucionet atëherë. Ahmeti
Dhe ne që atëherë e dinim se Serbia po e lunte lojën anti-Kosovë me shërbimet sekrete serbo-ruse, duke e përdorur edhe Këshillin e Evropës në të drejtim. Çështja e Kosovës, e Çamerisë, e Maqedonisë Perëndimore, e Luginës, e Malësisë Madhe, mbi të gjitha janë dhe do të mbeten çështje gjithë shqiptare. Kështu edhe Ahmet Qeriqi në veprën e tij madhore i trajtonte si çështje shqiptare, ashtu siç e vepronin rilindaset. Mësimet e Sokratit, të Giordano Brunës, të Adem Demosit, Deradës, Hasan Prishtinës e shumë burrave tjerë u bën frymëzim në rrugtimin e tij për kombë e adhe. Bëri miliona sakrifica për ne, por pa asnjë lek për familjen. U kalet në rrugtimin e udhës së shkronjave, të burgjeve sadiste të Serbisë e të Jugosllavisë atëhershme, të pushkëve të lirisë dhe të padrejtësisë së pas luftës të lirisë. Njerëz të tillë janë të rrallë, me specifikat veçanta dhe janë dhurata nga universi. Andaj, emri Ahmet Qeriqit na nderon si popull, si kombë, si komunë, si institucione e si kulturë dhe është i panegocuar. Është i padiskutuar, ka shi shundit kombëtar, pra është krenaria e kombit tonë, është nderi ynë, është diga e pakapërcyeshme e ignorancës dhe rrymave antikombëtare kato që vinë ato. Ahmeti ju i familja Qeriqi, bashkëshorti Ahmetit, e perë që shenë ka sot mesin tonë, Arbona, Zamer, Rezarta, Labria, Antigona, zote vëllau e Ahmetit Osman, që po e shonë fund, e ju bashkëfshatar, zote Rizani, e gjithë tjertë sot këtu. Ahmeti nuk la më rapa pasuri materiale, por e la një pasuri të pavtekshme, të vëmëtarisë botuse dhe të punës patriotike. Mungesa e tij është varfëria jonë, krenohemi që e patëm. Nderime familjes, lavdit e përjetshme veprës dhe jetës së Ahmet Qeriqit. Faleminderit, profesor. Tani ftoj zotrin Bedri Tahiri, shkrimtar dhe publicist, i cili do të mbajë një vështrim letrar mbi 2 romanet, Guri i betimit dhe Betimi i motrës. Nderuar familje profesor Ahmet Qeriqit, të nderuar organizatorë dhe të pranishëm, komandant, luftëtar, veteran, familje dëshmore, shtofqekës, veprimtar, intelektual, studios. Komitesën time kom titulluar Pasqyrimi artistik i historisë. Në letërsinë bashkëkohore shqiptare, sidomos në atë që u zhvillu pas luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, profesor Ahmet Qeriqi zëvën të qantë si krijues që ndërthur përvojën njësore, kujtesën historike dhe artin e rrëfimit. Autori mbi 30 vepra letrare dhe historike, përfshirë romane, kronika letrare historike, si dhe libra studimor. Ai nuk është thjesht romancier, ai është kronist i kohës, dëshmitari i ngjarë dhe ndërtuesi një universi letrar ku historia nuk mbetet vetëm fakt, por shndrohet në përjetim artistik. Kjo bën veprën e tij një urlisë ndërmjet dokumentit historik dhe letërsisë, shëmbëltyr për brezat e ardhmërisë, i provuar në burgjen e legalitet në luftën e paqe. Profesor Ahmet Qeriqi, një personalitet poliedrik, gazetar, publicist i burgosë politik, luftëtar, redaktor, botues i serisë librave Felix Teliris, drejtues i radios kombëtare Kosovë e Lirë dhe i televizionit Dielli, mbi të gjitha shkrimtarë. Me penën e tij të mbretëshe prej kush, ju ka rrekur trajtimet e temave të mëdha, të dhimbjes son kombëtare, tema historike, të cilat duke i pasqyruar realizuar artistikisht, na bën edhe më të kafshme e më të lehta për përjetime individuale. Nga opusi zëri i veprave romaneske të Ahmet Qeriqit, unë kom veçuar 2 realizime peshë të veçantë artistike dhe ideore, romanet Guri i betimit dhe Betimi i motrës. Ndonse secili ka individualitet në vetë kompozicionale dhe rrëfimtar, të dy ndërtohen mbi njëjtin bosht filozofik, besnikrinë dhe dheut, nderin, sakrificën dhe vazhdimsinë historike të qendresës shqiptare. Në këto 2 romane,
Autori nuk synon vetëm të rindërtojë ngjarjet historike apo të sjellë në kujtesë episode të së kaluarës. Përkundrazi, ai depërton në botën shpirtërore të personazheve, duke dëshmuar se historia një kumbi ndërtohet mbi vendimet, betimet dhe flijimet e njerëzve të zakonshëm, të cilët në çaste vendimtare shndrohen në barcë të idealeve të mëdha. Kështu, rrëfimi fiton një dimension të dyfisht. Ai është njëkohësisht histori dhe letërsi, dokument kujtese dhe krijem artistik. Vetë titujt kanë simbolik të veçantë. Fjala betim shfaqet si simbol i qendresës etikës shqiptare. Guri përfaqëson qëndrueshmërinë, lartësinë dhe themelët e identitetit. Motra mishron dimensionin njerëzor të sakrificës, dashurisë dhe besës. Këto simbole pasurojnë strukturën semantike të romaneve dhe japin atyre një rezonancë që shkon përtej ngjarjeve historike. Romani Guri i betimit, si një vepër e veçantë në letërsinë shqipe, është rezultati i studimeve shumë vjeçare të autorit përmes jetën, jo në burime serbe evropiane, por edhe në ato turke, greke, ragoziane, shqiptare, pastaj në kujtesën historike shqiptare, konkretisht në epokën e këngëve të luftës së Kosovës. Kjo kronikë historike letrare është një përpjekje për shoqërimin objektiv të rrethona politike shoqërore, të cilat kanë ekzistuar në gjysmën e dytë të shekullit XIII, me qëllim për ta njëzuar kronikën e ngjarjeve historike me segmentin letrar, imagjinar, që rrjedh nga letërsia e ballafaqimit të fakteve reale, dokumentare historike. Ndërkaq tema e romanit Betimi i Motës nuk është as e panjohur as e re. Është fati i femrës shqiptare në kohën e regjimit vrastar serb. Në fakt, të gjithë kemi dëgjuar e lexuar rrëfime vargje kurtuar vajzë të Trimresh Hasimes, i cili merr gjakun dëdhët e saj. Qitja pushke motrës për vëllezër është motiv i njohur në traditën tonë dokësore. Fati Hasimes pas mbytjes së gardianit serb në burg, i cili kishte tentuar ta dhunonte, kishte mbetur mister i pazbuluar. Të gjithë mendonim se jeta e saj kishte përfunduar në qelitë e burgut. Mirë po, autori i romanit, si një gjurmuse që mëtues ngulmus, arrin ta zbardhë këtë detaj, pasi në burgu ku po vunte vetë, në burg në Suboticës, në 1986, takon një hungarez të quajtur Joshka, i cili vjen nga një familje me lidhje gjaku shqiptar, përkatësisht nipën e Hasimes, e cila pas shumë përpjekjeve lidhet me gardianin militare me origjinë shqiptare dhe arrin të arratisën në Hungari. Citojmë, gjyshja ime, Zhona kështu e quhen ishte me origjinë shqiptare. Aja ka vdekur 5 vjet pasi kom lindur unë. E kom dashur shumë, me që jam rritur në Durrës dhe prerën e saj. Ajo ka qenë nga një fshat i juaj aty në Kosovë. Kur ishte rritur, dikush ja kishte vrarë të 2 vëllezër dhe ajo ishte hakmar. Kishte filluar rrëfimin hungarezi. Si duket kjo mjaftoi si shkendi për ta ndezur imagjinatën e bëshme të autorit, që brumën e kësaj ngjarje të trajtuar në rrësin tonë të pasur gojore, ta mbashtroi artistikisht dhe përmes një rrëfimi origjinal të diskursit letrar të realizoj një roman të mrekullueshëm që do lexohet me mendjen nga të gjithë lexuesit përshtar. Heroina e romanit Betimi i Motrës, vajza me emrin Zona, e bija Murat Marashit, përjeton e nuk përjeton. Ajo rritet përplot me sfida dhe me shumë mundime. Zonat e kishin përcjellë që nga femiria, dhe betimi i saj dhe realizimi i atij betimi, burgosja dhe mbytyja e gardianit në burg, njohje me gardianin zemërmir hungarez, ikja në Hungari, betet shëmbëltyr e femrës shqiptare që reflekton dhe përliq veprimet gjatë gjithë faqeve të romanit. Romani është i mbushur me rrëfime të jetës shqiptare në nënrobri, skomjen, varfërinë, vrasjet që kurdiste regjimi, shpërngunin e familjes shqiptare në Turqi, me qëllim për të shpëtuar nga regjimi vrastar, por edhe qendresën për të mbetuar, për të mos mbetuar me robrinë. Narracioni i romanit përplot dramacitet me një rrjedhë logjike kronologjike të ngjarjeve, gjuha e pastër me refleksione të fuqishme nga historia e etnografia shqiptare, portretizime dhe mishërimi i natyrës etnopsikologjike i personazheve bën që romani të lexohet me një frymë dhe ngjarjet të mbesin gjatë në kujtesë. Romanët Ahmet Qeriqit ndërtohen mbi bindjen se historia e një populli nuk është vetëm histori luftrash, por edhe histori kujtesës. Për këtë arsye, ai rikthehet vazhdimisht figura historike të traditës shqiptare, besës, nderit dhe rezistencës, duke krijuar vazhdimsi shpirtërore që lidhen me jetën në linjë kombëtare, qendresën kundër përshtatjes luftën shërbimtare të Kosovës, dhe kjo vazhdimsi përbën boshtin pothuajse gjithë krimtarinë e romaneske. Përmes tyre autorët dëshmon se letërsia mund të jetë njëkohësisht art, dokument shpirtëror dhe testament kombëtar. Nëse që nga lartësia thuhet se trimat dhe njerëzit e mëdhenj jetojnë pas vdekjes, kjo më shumë të ishkon përshtatje Ahmet Qeriqit.
Prandaj I tillë ishte Ahmet Qeriqi, lavdi jetës dhe veprës së tij jetësore. Ju falenderoj për vëmendje. I nderuar falemnderit, dhe kështu arritëm deri tek fundi I kumtesave. Por para përmbylljes së këtij aktiviteti, kemi një fjalë rastin nga Dr. Skënder Demaliaj, që para nesh e sjell Aliuka. Familje nderuar Qeriqi, të nderuar pjesëmarrës, ju përcjell përshëndetje të veçanta të profesorit të nderuar Dr. Skënder Demaliaj. Profesor Ahmet Qeriqi, figurë ndritur e kombit shqiptar, intelektual, hero me integritet të lartë profesional e moral, kampion I mbrojtjes së çështjes kombëtare dhe I bashkimit kombëtar. Tryeza e organizuar me 3 gusht 2026 nga Forumi Intelektual Venështime, kushtuar jetës dhe veprës së profesor Ahmet Qeriqit, më ngrohu zemrën dhe më gëzoi pa mas. Njerëzit e mëdhenj kanë gjëra të përbashkëta, I bashkojnë idealet, misioni dhe puna në shërbim të atë dhe të popullit të tyre. I tillë ishte profesor Ahmet Qeriqi, e meriton të quhet edukatori masave. Filozofi Nietzsche theksonte: me të drejtë thuhet se një popull karakterizohet jo aq nga njerëzit e tij të mëdhenj, se sa nga mënyra se si sillet ndaj tyre. Mirënjohja, respekti, vlerësimi për profesor Ahmet Qeriqin e të tjerë si ai nuk duhet të vdesin kurrë. Në këtë rast, I uroj Forumit Intelektual Venështime punë të mbarë dhe suksese për mbrojtjen dhe evidentimin e vlerave më të mira të kombit shqiptar. Një shembull që duhet ndjekur e mbështetur nga të gjithë në vazhdimsi. Profesor Ahmet Qeriqi, intelektual, hero, me integritet të lartë profesional e moral. Studimet e botimet e tij lidhen me problemet themelore të kombit, me prejardhjen e shqiptarëve autokton, me historinë e kulturën, me identitetin kombëtar, me luftrat e përpjekjet të shqiptarëve të Kosovës për liri e pavarësi dhe të drejta kombëtare. Ishte njeri ditur, erudit, me interesa të gjëra shkencore, historian, shkrimtar, publicist, pedagog, studius, kritik letrar dhe njës I disa gjuhëve të huaja. Analiza intelektuale, përgjësia intelektuale, guzimi intelektual, parashikimi intelektual janë ADN-ja e punës së tij. Nietzsche thotë se autori duhet të mbyll gojen kur hap gojen vepra e tij. Gjithçka, profesor Ahmet Qeriqi na e tha me veprën e tij. Një fjalë e urtë thotë se jetova as sa punova. As kujt më shumë se profesor Ahmetit nuk I shkon për shtati kjo. Në fund të fundit, gjithë zotësia e njerëzve nuk është tjetër, veçse një përzierje durimi dhe kohë. I njeri nuk është më shumë se një tjetër, nëse nuk punon më shumë se një tjetër. Dënimet, burgjet e egra serbe, smundja rënd dhe gjatë nuk e mposhtën pas një qast. Ai punoi deri në minutat e fundit të jetës. Për profesorin, zona e Ratijës është armiku I suksesit. Një zonë e Ratije është një vend I bukur, po asgjë nuk rritet atje. Ishte njeri I sakrificës, përqendrimi, vullneti I hekurt, vendosmëria ishin elemente thelbësore të arritjes së tij. Për profesor Ahmet Qeriqin, politika është mision, ide, fantazi, ndjen, ndjeshmëri dhe përkushtim qytetar. Freudi mbron idenë se në shtresat e shumta të shpirtit, të vetdijes e të pavetdijes që drejtojnë personalitetin, sjellin si pasojë një njeri të kërkojë maksimumin nga jeta ose të paktën një dimension më tepër që I mungon këtu në tokë. Këtë arriti dhe e realizoi profesor Ahmet Qeriqi. Profesor Ahmet Qeriqi, një intelektual që e mbrojti me mençuri, urtësi, vendosmëri dhe guzim të madh çështjen shqiptare, kombin shqiptar. Sa më shumë kalojnë vite dhe studiohet vepra e tij, aq më shumë vlerësohet ai. Zëri I tij është zëri I ndërgjegjës së shqetësuar kombëtare, bëre thirrjen e kohës në botimet e tij,
Në tërë qenjen e tij njerëzore është i personalizuar kombi shqiptar. Ideali dhe liria e kombit janë mbi të gjitha. Sa shumë jetë, sa shumë fate, sa shumë tragjedi, sa shumë liri dhe sa shumë shpresë ka në jetën e tij. Për të liria është dignitet dhe digniteti është gjithçka liri. I beson vetëm një filozofie politike sistemit të dijeve kombëtare. I prezantoi dhe mbrojti çështën shqiptare në arenën ndërkombëtare në mënyrë të shkëlqyer. Është mbrojtësi të vërtetës së historisë e të kombit shqiptar. Besoj në misionin e kombeve të vegjël. Të drejtat e bashkimit kombëtar e çunit të drejtë natyrore, shekullore që askush nuk mund ta pengojë. Çështja kombëtare është ylli polar për te. Mesazhet që përcjell mendimi i tij politik e filozofik janë të shumta. Lirien kur nuk mund ta fitojnë, ata që nuk e kanë në gjak dhe nuk e kuptojnë dhe ndjejnë çfarë është ajo. Përpjekja për arritjen e drejtësisë historike të një kombi është një betejë e shenjtë kombëtare. Të ndjekësh qëllimin do të thotë të përgatitesh për një betejë, jo të lehtë e pa pasoja rrugët e sfidat të jetës. Të ekzistosh do të thotë të jetosh, të japësh kuptim jetës, të mos ikesh pa bërë asgjë e pa lënë diçka të dobishme. Lirit themelore të njerit pa lirinë etnike nuk kanë kuptim. Vetëm liria mund të ruaj shoqëritë demokratike nga rruga e rënjes, si dhe t'i bëj ato fitimtare ose i luftojmë dukuritë e tyre të këqija. Çdo çast i jetës së tij ka një qëllim. Janë thirrje, kushtrim, program pune për shqiptarët e Kosovës, si të fitojnë ata lirien, pavarësi dhe të bëjnë vendin e tyre një vend me të vërtet evropian. Shkrimtari gjerman Brecht përshkrua në veprat e tij fantazmat e përgjakshme. Kundër fantazmat të përgjakshme, serbe luftoja me Qeriqi pa u tërhequr për asnjë çast nga pozicioni i tij luftarak e pa u friksuar nga pasojat që do të ketë. Goethe thoshte se përpara njeriu të vrapon emri i tij. Kështu ka ndodhur edhe me profesora me Qeriqi. Nderimi për të është digniteti ynë. Kur shkruaj për të më kujtuar vargjet e poetit famshëm amerikan Walt Whitman. Po s'me gjetet dot me një herë, mos u dëshpëro. Po s'me gjetet dot në një vend, kërkon në një vend tjetër, diku jam ndalur e po pres. Profesor Ahmet Qeriqi është i pavdekshëm në mesin tonë. Epilogi. Erik Fromm thoshte se njeri mund të jetë i sigurt në vetvete nëse i përmbush ato që kanë pritur të tjerët për ti. Profesor Ahmet Qeriqi eci i sigurt në trasen që shtrohet për një gjysmë shekulli, me shumë besim të vetja, me vendosmëri, kurajo dhe përkushtim. Kurajo si pas psikologëve s'është një akt i izoluar, një impuls i momentit, është një aksion komplet dhe kompleks, i cili duhet ndjekur deri në qëllimin final. Kurajo s'është vetëm virtyti i të fituarit të një pune, por i të vazhdurit në tej, i të kompletuarit dhe i të parit të gjëra vlartë. Nisur nga kjo, vizioni i tij ishte i qartë. Vizioni për Kosovën demokratike, të lirë, të pavarur, të zhvilluar, të bashkuar me Shqipërinë. Mesazhet e nënës Terezë, jeta është dhëmbje, përballojë. Jeta është tragjedi, kaloje. Jeta është këngë, këndoje. Jeta është jetë, jetoje. Ishin leitmotivi i punës dhe jetës së tij. Diç i lumtur se e pa Kosovën të lirë, të pavarur, shtet të njohur ndërkombëtarisht. Ai nuk thoshte Aristoteli se të jesh i lumtur do të thotë të jesh i mjaftueshëm në vetvete. Aspirata, ëndra dhe amaneti i tij për bashkim kombëtar do të bëhen realitet një ditë. Faleminderit gjithëve. Faleminderit Sofriuka. Atëherë të nderuar pranishëm, lejoni të ju pyes nëse dikush nga ju dëshiron që të bashkangjitet në diskutim. Patjetër ju lutem prezantohuni dhe sa më shkurt të jetë e mundur. Shumë të respektuara familjet e dëshmorëve të martirëve, shumë të respektuar ushtarë që jëntarë të Ushtrisë Kombëtare të Kosovës, të nderuar organizator, forumi intelektual në shtime, të dashur dhe respektuar familjarët e profesor Ahmet Qeriqit, të dashur miku im Wilber Gega,
zonja dhe zotëri, jam i Merdladrov si një veprimtar, ish diplomat dhe udhëheqës i misioneve diplomatike në Gjermani dhe Austri. Jam i nderuar që sot jam mesin tuaj me këtë orë letrare që i kushtuhet profesorit Merlin Dritor Ahmet Qiriqit, po dhe i privilegjuar që moderatorja më dha mundësinë që të tham disa fjalë. Në radhë e parë më leni që ta përgëzoj forumin e intelektualëve për këtë organizim që është për çdo lëvdat dhe që na ka mundësuar neve gjithë që sot të jemi dhe të shprehimi ato që ndihmë për profesorin e nderuar, por gjithashtu të i falenderoj dhe referuesit që përmes kumtesave të tyre na thanë diçka të një fushë veprimtarie që ka dhënë profesori i nderuar Ahmet Qiriqi, sepse të flasësh për profesorin Ahmet Qiriqi duhen jo vetëm një konferencë apo një ditë, po duhen shumë orë dhe ditë e tëra dhe grupet e historianëve, mendimtarëve dhe grupet e tjera të cilat duhet të nderojnë ashtu siç e meriton veprimtaria dhe punën që ka bërë profesori i nderuar Ahmet Qiriqi. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotëri, një segment themelor i lirisë është edhe ruajtja e dinjitetit dhe lëshmeria në të. Liria pa dinjitet shndrohet në një vlerë juridike. Në perspektivën e filozofisë, dinjiteti bëron nga morali individual. Politika përfaqëson gjithë interesat dhe shtresat e komunitetit. Për profesorin Merlin Dritor Ahmet Qiriqi, liria nuk ishte vetëm kërkesë për formimin e shtetit politik, por ishte diçka më e madhe, një kërkesë më e madhe dhe më ndryshme, kërkesa e dinjitetit gjithëpërfshirës. Prandaj dua të përgëzoj këtë forum intelektual që sot na ka bashkuar që ne të respektojmë dinjitetin e profesor Ahmet Qiriqit. Lavdi veprës dhe jetës e profesor Ahmet Qiriqit, lavdi gjithë dëshmorëve të ushtrisë sillerimtare, ku edhe profesor Ahmet Qiriqi ishte pjesë e saj, dhe me kontributin e tij dhe të shokëve të tij u bë zë i fuqishëm i mira djemëve dhe vajzave që po luftonin anën banë trojeve, anën banë Kosovës. Ju faleminderit për vëmendje. Nëse mund të përmbylli me dy fjali, thar dy fjalë gojesh. Unë kur më i kompletuar se sot nuk jam për Ahmet Qiriqin. Nga se nuk e kam njohur personalitetin e tij para viteve 90-ta, por kryesisht në 2 dekadat e fundit. Në këtë rast çka dëgjova, 6 kumtesa, 6 dritare të një fortese të Ahmet Qiriqit, më lindi një ide t'u a them troq. Spari nga kumtesa e profesor Banushi Merit, pastaj Abil Haradinajt, Sabit Sylës, Rushdi Asharit dhe Bedri Tahirit, pastaj edhe të Ali Ukajt. Më lindi një ide shkurt edhe shqip, po them, se kalova 2 fjalë i. Shtimja si kur më parë as në të ardhmen, pas forumi i intelektualve shqiptar, zdo ta ketë atë privilegj që e ka sot. Propozoj forumin intelektualve që sot e tutje ta merr emrin Ahmet Qiriqit. Kjo është barë e cila që unë po them kur më i kompletuar s'kam qenë se sot, për dijenien për te, edhe pse kam kontaktuar disa herë, se këtu është vajza e tij Arbana, edhe të tjerët, që kam shkuar e kam vizituar edhe kam bashkëpunuar her pas here me Radio Kosovën e Lirë, por në fund do ta përmbyllte lumë Ahmet Qiriqi që pati atë dignitet të përkushtuar, por që nuk pranoj për të gjallë të tij të shkruhet asnjë fjalë. Sot do të tje 4 kumtesat këtu dhe 2 të tjera 6 janë një gur themeli i kësaj fortese e cila do të shndrisë në kujtesën e popullit.
lumë për gjithë ne, por posaçërisht për familjen të krenuar me te. Faleminderit. Ju falenderit. Të nderuar të pranishëm, pas këtij organizimi qëndron një punë e palodhshme dhe një përkushtim i madh nga secili anëtar i forumit të intelektualëve. Duke ju falëndëruar që jeshit pjesë e këtij organizimi, e përmbyllim këtë aktivitet promovues